çështjet e tilla mund kemi keqkuptime dhe mund kemi qoftë ndarje, qoftë veprime të pakëndshme. Prandaj unë po besoj me atë që kam pa që për zotin Veliu kanë qenë dyre dritare të hapne për të rikthyer dhe për të kontribuar, dhe jo vetëm për zotin Veliu, por për gjithë. Pra, unë s'kam qenë më herët në LDK, por edhe për mu kanë qenë të hapura për të dhënë kontributin tim. Kontributi sigurisht në LDK i zotit Veliu është shumë thjesht, sepse unë jam i ri aty dhe është pak problematike, por unë po flas për frymën e LDK-s që e kom pa në periudhën këtë ditë sa kam qenë, dhe nga jashtë sa e kam përcjell dhe analizuar funksionimin e LDK-s. Unë vetë kam qenë kritik edhe për Abdigjikun pse nuk po bën reforma dhe pse s'pi bashkon LDK-n, madje kam qenë shumë kritik i zëshëm. Por me gjas ato kritikave që kam pas efekt dhe po shohim një LDK ndryshe në këtë zgjedhje. Po shohim një LDK të hapur ku lideri i asaj partie po lëshon në rendin për një zonjë të respektuar që ka qenë presidente e Kosovës, duke vendosur varëse të listës dhe duke nominuar për presidente. Pra, nuk është veprim që s'duhet vlerësohet. Ka njëherë, shpesh herë edhe akuza dhe veprime të pakuptimta. E pam ditëve të fundit u kritikuan partit pse s'po i rikthejnë njerëzit, po ata njerëz